Kamera e Ora News vazhdon të deportojnë realitetin e mjerueshëm të periferisë së qytetit bregdetar të Durrësit, ku një pjesë e familjeve përballen me realitetin e frikshëm të mbijetesës. Zona me nivel më të lartë papunësie në qytet ka në thellësi të saj copëza realitetesh mesjetare që kërkojnë reagimin e menjëhershëm të strukturave të shtetit dhe pushtetit vendor. Në këto rrugica të ngushta të zonës së Ish-Kënetës ka familje me probleme tepër të mpreta sociale, familje cilat diskutojnë bukën e gojës, familje cilat nuk dinë si do të ngrysen të nesërmet, të cilat s'kan asnjë lloj ndihme dhe që mbeten të braktisura në minimumet e mbijetesës pikërisht në një zonë që ndodhet jo shumë larg qytetit të Durrësit. Por në mes të këtij mjerimi ka edhe rreze shprese. Pas sensibilizimit që u bë opinionit publik për rastin e familjes Çela, kanë ardhur edhe ndihmat e para që gjithsesi nuk mund të zgjidhin problemin e këtyre familjeve. Ne shumë për ju që heqi marrë hena ka ndihmuar shumë mirë. Këtë çuni që ka parat ana ajo gruaja që na ndihmoi për ndihmë. Unë i falenderoj shumë ata njerëz që kanë menduar për ne dhe sidomos ju që keni trokitur në shtëpinë tonë sepse asnjë nuk ka trokitur më përpara në shtëpinë time. Dhe unë ndihem shumë mirë, ndihem domethënë me kushte pak më të mira. Na janë dhënë lek, na janë dhënë disa ndihma për shkollim. Synoj që të dalë mësuese ose ndonjë profesion tjetër. Ndërsa largohemi nga familja Çela, fare pranë ndodhet një familje tjetër nga Kuksi, familja Murtati, që çdo ditë lufton për mbijetesë. Për zotin me 90.000 lek, atë 90.000 lek i ruajmë si Florini, me ata vëmë kolla. Ne pa buk, ne me buk. Janë i pak si më kanë bojana, rrof bojana, një pak ushqime si më kanë me ata po bëja kolla. As një gjë mrena gzhinit. Se u te bashkia, nuk më ka lënë roja me u fut mrena, as për një kam kërku pastrosë me u fut, nuk më futin mrena. Bësh na për duqane, buk e krip ha, mundohem si më t'hin. Buk e krip, kam hangër në duqan bësh besises, nuk shkoj dot. Si këto familje ka edhe të tjera, të cilat prej kohësh janë mbuluar nga pluhuri i Aresës, të cilat mbijetojnë në rrugicat e ngushta të Spitallës dhe Porto Romanos, me sy të kthyer nga shteti dhe zgjidhjen që duhet t'i jap ai këtij komuniteti.